Ndotja e lumenjve dhe prejnve në qarkun e Elbasanit mbetet një ndër problemet më shqetësuese mjedisore. Sipas ambientalistit Ahmet Mehmeti, situata ujrave paraqitet alarmante. Ai e cilëson këtë fenomen si të vjetër, por ende të pasgjidhur, ndërsa thekson se aspirata për integrimin europian bie ndesh me nivelin aktual të ndotjes. Sipas tij, lumet janë kthyer në rrjedha të sëmura dhe të shëmtuara, të mbushura me mbetje urbane, duke dëmtuar jo vetëm mjedisin, por edhe imazhin turistik dhe kulturën e jetesës në vend. Ambientalisti kërkon ndërhyrje më të fortë nga institucionet përgjegjëse. Po, ndotja e lumeve, e ujrave, e liqeneve, e detit është një avas shumë i vjetër, është një fatkeqësi akoma ne 35 vjet demokraci, edhe aspirojmë, themi do shkojmë në Europë, por ne e kemi ujin jashtëzakonisht të ndotur. Lumi i Shkumbin, e kam thënë dhe herë të tjera, është një lum i smur, po është dhe një lum i shëmtuar. Sa herë vërshojnë ujrat nga shirat e ndryshme, domethënë ja presim të vi prilli me shira. E do shikojmë që në për shkurre, në për drur, do të ndehen si lecka e si flamujt leckosur, domethënë mbeturinat, plastika, tekstile, e lloj mbeturinash urbane, të cilat në mënyrë të pa disiplinuar po mbulojnë, po na mbysin në të katër anët. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me ndotjen industriale, e cila sipas ambientalistit Mehmeti po ndikon drejt për së drejti në bujqësi dhe në shëndetin e banorëve, veçanërisht për ata që jetojnë përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin. Është një problem, domethënë shumë i madh për Elbasanin dhe për një popullsi prej 2 milioni banor që janë në priqet e Shkumbinit, sepse atje derdhen pa kriter, edhe s'ka asnjë lloj filtri me fjalë, thuhet, edhe ato i kanë në dokumentet e tyre, në lejet e ato, por ato mbetjet industriale, të gjitha kimikatet e ato derdhen lume. Edhe të gjitha ato shkojnë në tokat që ujiten, e prej andej vinë në ushqimin e njerëzve, futen në organizmin e njeriut, dhe kostoja është sëmundje, pafund, pa aftësi në punë, shkurtim jete, sëmundje nga më të rënda, nga kanceroze dhe deri në ato si thua gjenetike. Në këtë kontekst, ambientalisti i bën thirrje institucioneve shtetërore që të rrisin kontrollin dhe të mbajnë përgjegjësi subjekte të ndotëse.